Këtu është horoskopi i martë 6 maj 2025. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Një ditë maturie. Këto ditë ju duhet të përballeni me një problem në familje, të zgjidhni një problem tjetër të vogël. Demi. Së bashku me njerëzit e shenjave të akrepit dhe peshqve mund të ndërtoni diçka të rëndësishme. Mos u kapni me një malinkoni të panevojshme. Binjaket. Ndonjëherë ju humbni shumë kohë duke menduar se si të hakmereni për një gabim që keni pësuar, ndërsa do të ishte shumë më e dobishme të lini gjërat të rrëshqasin mbi ju dhe të vazhdoni përpara, të shkarkoni një angazhim të rëndë. Gaforja. Mundohuni të kuptoni se cilat janë gjërat më të rëndësishme. Tani duhet të kujdeseni për kënaqësinë tuaj personale. Ju mund të keni ose të kërkoni një transferim. Luani. Është një ditë interesante, takimet dhe miqësitë mund t'ju çojnë në shumë mjedise. Kur ndihesh në konkurrencë, mund të japësh maksimumin. Virgjeresha. Do t'ju kërkojnë para për familjen, shpenzime për fëmijët ose për shtëpi. Peshqit ndoshta mund t'ia dalin mban. Peshorja. Jeni aq të fortë sa mund t'u jepni energji edhe njerëzve përreth jush, edhe nëse e gjithë kjo padyshim kushton shumë përpjekje. Mund të mendoni t'i jepni hapësirë nismave të reja në çdo fushë në këtë ditë. Akrepi. Lehtë të ndihesh i shqetësuar sot, maturi e dy fisht nëse ka lidhje në krizë, jo gjithçka është e qartë ose duhet të bësh zgjedhje drastike për të ardhmen. Pak kënaqësi, komplikime që duhen shmangur. Krahasuar me atë që punoni, të ardhurat nuk janë proporcionale dhe shpenzimet për shtëpinë janë të tepërta. Shigjetari. Bëni gjëra thelbësore, disa stuj të vogla mund të dashurohen. Gjithashtu ndryshimet e nevojshme në strategji, punët e reja nuk po punojnë në maksimum, por ne nuk duhet të ndalemi tani. Bricjapi. Është e lehtë për ju të mos ndiheni në formë perfekte. Në dashuri, mos ofendoni ndjeshmërinë e personit që ju pëlqen. Ujori. Shumë janë në krizë, kjo është koha e duhur për të lënë veten të shkoni në njohje të reja dhe aventura argëtuese. Ndiheni pak të lodhur në mëngjes, siklet në kyçet ose këmbët tuaja, kujdesuni për veten. Peshqit. Nëse ka diken që ju pëlqen, mos e lëshoni. Mos e nënvlerësoni një takim thelbësor për sferën profesionale. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.